Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vion dëshkimi i pikave të karburanteve në Maqedoninë e Veriut që manipulojnë me çmimet e shitjes. Nga Inspektoriati Shtetëror i Tregut thonë se nëse pikat e karburantit fshehin qëllimisht produktet dhe nuk e shesin atë edhe pse kanë rezerva me qëllim për të pritur dhe për të shitur me çmim më të lartë, kjo konsiderohet shkelje e ligjit. Për këtë shkelje gjobat vijojnë nga 5.000 deri në 20.000 euro për personat juridik. Sipas procesverbaleve të inspektorëve nga tereni në 32 subjekte është konstatuar mungesa e rezervave të karburanteve. Merret kryeministri Mickoski tha se ka rezerva të mjaftueshme të derivateve në vend, duke shtuar se dhe subjektet e hidrokarbureve janë të detyruara me ligj të vinë në shërbim konsumatorëve. Nga kjo e njëjtë në Kosovë fillon vendosja e tavanit për çmimin e naftës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Mimoza Kusari Lila deklaroi hyrjen në fuqi të çmimeve të reja maksimale për derivatet e naftës në treg. Sipas saj, bazuar në të dhënat e fundit, importi është realizuar me çmimin 1.4 euro për litër për naftë dhe 1.22 euro për litër për benzinë. Duke u bazuar në vendimin në fuqi për marzhet e fitimit, ajo bëri të ditur se çmimi maksimal i lejuar në treg nuk do të jetë më i lartë se 1.54 euro për litër të naftës dhe benzina 1.36 euro për litër. Kusari Lila u bëri thirrje qytetarëve që të raportojnë çdo paregullsi në tregun e derivateve përmes numrit pa pagesë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare ende nuk ka vendosur për ngritjen e bordit të transparencës për monitorimin e çmimeve në tregjet e hidrokarbureve. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj para gazetarëve sqaroi se rikthimi i kësaj strukture mbetet një mundësi për të frenuar rritjen e çmimeve, siç veproi në vitin 2022 pas shpërthimit të luftës në Ukrainë. Kemi pasur një eksperiencë të krijimit të një bordi transparence i cili monitoronte dhe vendoste për çmimet e shitjes me shumicë dhe me pakicë. Nuk gjykojmë që ende situata nuk është në nivelin e ngritjes së bordit të transparencës, megjithatë jemi duke monitoruar në mënyrë ditore dhe nëse do të kemi një rritje të mëtejshme të çmimeve, do të duhet që të hyjmë në atë regjim. Pas mbledhjes së qeverisë, ajo deklaroi se operatorët e karburanteve po mbajnë në monitorim për të mos lejuar spekulimet me çmimet. Sa i takon çmimeve, ne jemi duke monitoruar në mënyrë ditore, qoftë çmimet e bursës për lëngjet, pra naftën, benzinën dhe gazin që hyn në vend, qoftë çmimin me të cilin karburanti del nga dogana, por gjithashtu me çmimin e tabelave që shkon për tregtim. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka ngritur sërish shqetësimin për rritjen e çmimeve të naftës, ku në disa pika karburanti arriti dhe 201 lekë për litër. Duke referuar edhe masave që ka marrë qeveria për monitorimin e tregut përmes një task force, Braçe tha se ajo nuk është e mjaftueshme. Gjatë tyre 3 ditëve qeveria ka qenë aktive sa i takon monitorimit të tregut dhe një lloj komunikimi vendosur me operatorët në treg. Ministra sot paralajmëroi që në rast se do të has abuzime në treg, do të rikthehemi tek praktika e bordit transparencës për çmimet e hidrokarbureve. Por unë mendoj që nuk mjafton, sepse problemi ynë nuk është monitorimi. Për deputetin e Partisë Socialiste, problemi qëndron tek modeli i tregut të naftës, duke theksuar se sistemi aktual favorizon tregtarët dhe jo qytetarët. Problemi ynë është modeli i tregut që kemi. Kompanitë detyrohen që të kenë rezerva strategjike, dhe askush nuk po flet për to. Kompanitë është fakt i kanë depozitat plot. Dhe askush nuk referon se sa është gjendja e naftës në depozita dhe kur është krijuar kjo depozit, me çfarë çmimesh është bler kjo naftë. Ndërkohë që në krahun tjetër modeli i tregut që ne kemi sot është disfavorizues për të bler naftë me çmim të mirë. Ai është deri këtu brenda. Ishte deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe. Bota. Irani paralajmëron se politika e tij për sulme reciproke ka mbaruar. Një zëdhënës e cilisë së komandës ushtarake të Teheranit tha se politika tani do të jetë sulm pas sulmi. Zëdhënësi Ebrahim Zolfaqari deklaroi se Irani nuk do të lejojë as dhe 1 litër naftë të kalojë nëpër ngushticën e Hormuzit për të arritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izrael dhe partnerët e tyre. Sipasi çdo anije apo cisterne e lidhur me to do të jetë një objektiv legjitim. Përgatituni që fuqia e naftës të jetë $200 sepse çmimi i naftës varet nga siguria rajonale, të cilën e keni destabilizuar, shton zëdhënësi i komandës ushtarake të Teheranit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.